Për ditë, të më thonë atje për qëllëm presidentën, në fakt retorika e saj nuk përkënte me pozitën e saj aktuale, cila tha që nëse po flasim shtu në studio për diasporën, presidentja vetë ishte e para që hapi një farloj diskutimi për diasporën edhe të e bo një farloj vijë ndarëse që pse ju për ju gjueni diasporës, për ju pëlqenjë kur diaspora për ju ndihmon, do më thonë, unë si gazetare, besoj që dhe ti si gazetare, ke po që presidenti arisi fushatën aty, por jo për vete, po për vetëvendosjen. Që shë ke ledzu krejqët pjesë? Presidenti Amati është në fushat për vetëvendosjen, nuk ka qenë vetëm pramë për vetëvendosjen. Edhe me vetë partin që e caktoj datën 28 tetor, datën që e kërkon të vetëvend, 28 djetor, se jemi apër 28 nëntor të dhe aty e ke bërë kuqëzi, po më tokë si për festën e flamurit jem të folë. Dhe me vetë partin që ajo... 28 është i vetëvendosjes, sa për dit? E caktoj datën që i klonë venant e vetëvendosjes, ajo të regon që është në një linje dhe nuk ka në një qështje, në diçka për të quditur të presidentja. Po ajo që ke arrogant është mënyra se si ju drejtu një gazetari kuraj ja bëri një pyetje dhe i tha tje aja kështë bo një pyetje. Me vedia pa vedia. Nëse i shkon president, më thënë nëse i shkon burë, po më drejtosh mu që jënë femën. Pra, ajo e shfaqe atë arrogancën që e shfaqe gjithmonë edhe anën që jam anë vetëvendosjes. Realisht unë nuk menoj që diaspora është diaspora 2021, ta kemi pa dhe në zgjedhjet edhe në zgjedhjet lokale, edhe në zgjedhjet nacionale, për shembull, me sa kujtoj, unë ende pa numëru votat e diasporës, vetëvendosja që ta numra i ka pas, nuk është që ja ka ndryshu numrin votat e diasporës. Pra, këta mujnë me lukët karemin që me sulmu të tjeret rrët diasporës, por unë po menoj që diaspora, po, me iritu, por unë përmenoj që diaspora është e vedishme dhe ka tash ngjyrat të ndryshme sepse partit tjera politike kanë qenë më të angazhuara në diasporë. E dyta, menoj që për mu personalisht është ma mirë me votu diaspora këto, me qenë të pranishëm këto, mi pa qësh po votojnë, sesa me pa votimin në konzulata 80% për vetëvendosjen, ndërsa votimin me post 50% ose 40% me LDK-n. Pra një ndarje që mu mjep me kuptu që ka pas manipulim të votave për ata që kanë votu në konzulat, sepse ne kemi pas pamje kure është dal vetë Martin Berisha, i tu i bajt ato... Me thes, po, se miku shpreja. Por ajo që më pengon mu është data që është datë shumë afer ndrimit të motëve. Realisht, në momentin që hinë 24 dhjetori, pra me fillimin e festave e Krishtlindjeve, shumica e institucioneve ndërkombëtare shkojnë në pushim, tonë e gjithë e dim. Dhe ajo që më dhe mu edhe që e kam pritën është që do t'jemi monitorus të huj, dhe më thonë monitorus që i monitorojnë të zgjedhje, sepse janë festat e Krishtlindjeve. Unë e kam qëllu vetë për festat e Krishtlindjeve në Gjermani, për besë më ka pas marrë malli me po njeri të ecë në rrugë. Dhe më thonë krejtë më shelen, i festojnë festat, dhe kryet viti ri, bashkë do t'ju interesan kur gjoje qa. Që kjo, pastaj, kjo ndodhë edhe për neve, edhe në asy qytetarë mund ndodhë që unë kumë planifiku me shku dikon. Dhe më thonë kjo festa, edhe për neve është një farloj, truni fillon me mu fut në pushim, edhe tash të pas parasysh, se ne kemi hi në këtë vetë, në zgjedhje, dhe po e përfundojmë vitin me zgjedhje, pra jemi edhe si qytetar, jo veç na që dalim me folë në për studio, po të gjithë kjo në lodhë me zgjedhje, dhe më dhe 4 polë zgjedhje, mrena një vitit është lodhje, shtu dasht me në lo pak që atë kohën e festa, pak të nbilje me pushu, por pretendimi i vetëvendosjes është që të merë sa ma shumë votat mërgatës, të mënu me ilu ato qysh din vetëvendosja me ilu, po unë menoj që ne kemi një mërgatë të përgjeshme dhe ata kanë me dha votën qysh i kemi pa edhe në zgjedhje nacionale, edhe në zgjedhje lokale, pra nuk ka me qenë një votë blanko për vetëvendosjen. Po, se diçka para se dalë të Armendi, the po më shqetëson se a do të kemi monitorus në ndërkombëtar. Tash, edhe nëse kemi afër ditë, kushdo që ka me pas fatin e ti të keq që me kohën monitorusë në Kosovë, veç kanë më nanem për mdokët. Po normal, po dhe ajo që është shumë e rëndësishme, është që partit politike duhet tjenë shumë përgjegjësi në komisioner. Kon e dërgojnë në komisioner, edhe sepse ata komisioner duhet me rujtë votën.
përderi sa s'kem ne monitorus ndërkombëtar, se s'po di sakt ta kem, a do të ketë, po të pas parasysh që ata shkojnë në pushim, dhe të pas parasysh çfarë ka ndodhur në Mitrovic, partitë politike tjera do të jenë shumë të përgjeshme. Komisionerët e tyre do të trajnohen dhe duhet të ruajnë votën dhe jo për 50 euro, ose për 70 euro, ose për 80 euro, ose për 100 euro me ndodhë skandale çfarë ka ndodhur.